ma Flora e lezi, miser dhe motor i Zotit të bekov. Gëzimi i Zotit me ty, paqja e Zotit në jetën tënde. Dhe me njerëzit e tu, amen. Amen, amen, amen. Bazire miser dhe motër Zotit dhe bekov, pasha dhe gëzimi Zotit, me ty, me familjarët e tu. Haleluja. Pra mirë se vini, motra dhe dhezët të dashur, le të lexojmë nga fjala e Perëndisë sot, dhe kemi për të lexuar nga Zanafilla në kapitujt 37 dhe 38 dhe nga Ungjilli sipas Markut kapitulli 11. Le ta dëgjojmë këtë fjalë me zemër të hapur, jo vetëm për të dëgjuar, por për të prekur dhe për të ndryshuar nga ajo. Si fillim me hapi me një lutje, Atë Qiellor, faleminderit për fjalën tënde që na udhëheq edhe në ditët e vështira. Hap zemrat tona që të kuptojmë jo vetëm historinë që lexojmë, por edhe mesazhin që ti ke për jetën tonë sot. Na fol me të vërtetën dhe me hirin tënd. Ne lutemi në emrin e Jezusit dhe themi amen, amen, amen. Amen. Luftojmë të japim Biblat së bashku. Tek libri i parë i Biblës, e cila është Zanafilla, dhe i hapim në kapitullin 37. Parapëlqimi i Jakobit për Jozefin. Kur Jakobi banoi në vendin ku Jati kishte qëndruar në vendin e Kananejve. Ta janë pasardhësit e Jakobit. Jozefi në moshën 17 vjeçare, vos të kopen bashkë me vëllezërit e tij. I riu rrinte me bijën e të përhapin mbisjelljen e tyre. Por Izraeli e donte Jozefin më tepër se tërë bijtë e tij, sepse ishte i biri i pleqërisë së tij, dhe i bëri një rrobë të gjatë deri te këmbët. Por vëllezërit e tij, duke parë që Jati tyre e donte më tepër nga të gjithë vëllezërit e tjerë, filluan ta urrejnë dhe nuk mund t'i flisnin në mënyrë miqësore. Ëndrat e Jozefit. Por Jozefi pa një ëndër dhe ua tregoi vëllezërve të tij dhe këta e urryen edhe më tepër. Ai u tha atyre: "Dëgjoni, ju lutem ëndrrët që pash, ne ishim duke lidhur duajin mes të arës, kur pa pritmas duajt e mi u drejtuan dhe qëndruan drejt, kurse duajt tuaj u mblodhën dhe u përkulën përpara duajve të mi." Atëherë vëllezërit e tij thanë: "A duhet të mbetrosh si ne, ose të na sundosh me të vërtetë?" Dhe u rryen edhe më tepër për shkak të ëndrave të tij dhe të fjalëve të tij. Ai pa një ëndër tjetër dhe u tregoi të vëllezërve të tij duke thënë: "Pash një ëndër tjetër dhe ja, dielli hëna dhe 11 yje përuleshin përpara meje." Dhe ai ja tregoi këtë ëndër të atit të tij dhe vëllezërve të tij. Jati i qortoi dhe i tha: "Ç'u kuptim ka ëndra që ke parë? A do të duhet që pikërisht unë në jote dhe vëllezërit e tu të vinë të përulemi deri në tokë përpara teje?" Dhe vëllezërit e tij kishin zili, por Jati e mbante për brenda këtë gjë. Vëllezërit e hedhin në pusë dhe e shesin Jozefin. Ndërkaq, vëllezërit e Jozefit kishin vajtur për të kullotur kopën e atit të tyre në Sikem. Dhe Izraeli i tha Jozefit: "Vëllezërit e tu, a nuk janë ndoshta duke kullotur kopën në Sikem?" "E ja, do të dërgoj tek ata." Ai u përgjigj: "Ja ku jam." Izraeli i tha: "Shko të shikosh
se vëllezërit e tu janë mirë dhe nëse kopea shkon mirë, dhe ktheu të m'japësh përgjigje, kështu e nisi në luginën e Hebronit dhe ai arriti në Sikem, ndërsa ai endej në fushë, një burrë e gjeti dhe e pyeti: "Çfarë kërkon?" Ai u përgjigj: "Jam duke kërkuar vëllezërit e mi, të lutem më trego ku ndodhen duke kullotur barktin." Ai burri i tha: "Ata kanë ikur së kthehemi sepse i dëgjova të thoshin të shkojmë në Dothan." Atëherë Jozefi shkoi të kërkojë vëllezërit e tij dhe i gjeti në Dothan. Ata e panë së largu dhe para se t'u afrohej komplotuan kundër tij për ta vrarë. Dhe i thanë njëri tjetrit: "Ja ku po vjen ndërruesi. Eja pra ta vrasim dhe ta hedhim në një pus, do të themi pastaj që një kafshë e egër e hëngri, kështu do të shohim se ç'përfundim do të kenë ëndrat e tij." Rubeni i dëgjoi të gjitha këto dhe vendosi ta shprehë nga duart e tyre dhe tha: "Nuk do ta vrasim." Pastaj Rubeni shtoi: "Mos derdhni gjak, por hidheni në këtë pus të shkretë të tjerës dhe mos e goditni me dorën tuaj." Thoshte kështu për ta shpëtuar nga duart e tyre dhe për t'ia shpënë të atit. Kur Jozefi arriti pranë vëllezërve të tij, këta e zhveshën nga veshja e tij, nga rroba e gjatë që i arrinte deri te këmbët. Pastaj e kapën dhe hodhën në pus, por pusi ishte bosh dhe nuk kishte ujë brenda. Pastaj ulën për të ngrënë, por duke ngritur syt ata panë një karvan ismaelitësh që vinte nga Galadi me devet e tyre të ngarkuara me erza, balsame dhe mirë dhe udhëtonte për t'i çuar në Egjipt. Atëherë Juda u tha vëllezërve të tij: "Çdo pi do të kemi, po ta vrasim vllain ton dhe ta fshehim gjarkun e tij. Ejani ta shesin ismaelitëve që të mos e godas dora jon, sepse është vllai ynë, mishi ynë." Dhe vëllezërit e tij e dëgjuan. Ndërsa po kalonin ata tregtar madianit, ata e ngritën dhe nxorën Jozefin jashtë pusit dhe ja shitën ismaelitëve për 20 monedha argjendi dhe këta e shkuan Jozefin në Egjipt. Rubeni u kthye te pusi, por Jozefi nuk ishte më në pus. Atëherë ai shqeu rrobat e tij. Pastaj u kthye te vëllezërit dhe i tha: "Djali nuk është më, po unë ku do të shkoj unë?" Kështu ata morën rrobën e gjatë e Jozefit, terën një cjap dhe e futën rrobën në gjak. Pastaj e çuan rrobën te babait dhe i thanë: "Kemi gjetur këtë, shiko pak nëse është rroba e të dbiri." Dhe ai e njohu dhe tha: "Është rroba e tij mbiri, e ka ngrënë ndonjë kafshë e egër. Me siguri Jozefin e kanë bërë copë çik." Atëherë Jakobi shqeu rrobat e tij, veshi një garthore dhe mbajti zi për birin e tij shumë ditë. Dhe të gjithë bijat e tij erdhën për ta ngushëlluar, por ai nuk pranoi të ngushëllohet dhe tha: "Unë do të zbres në Sheol pranë birit tim për të mbajtur zi." Kështu e qau Jadi. Ndërkaq, midianitët e shifrën Jozefin në Egjipt dhe ja shitën Potifarit, oficeri i faraonit dhe kapiteni i rojeve. Përshëndetje bujar Harife, Zoti ju bekoft, paqja dhe gëzimi i Zotit të shpinën tuaj. Marko Duka, përshëndetje. Gjej përshëndetje motër. Tani shohim së bashku për mbledhjen e kapitullit 37 të Zanafillës. Në kapitull tregon historinë e Jozefit, ëndrat e tij nga Perëndia, xhelozinë e vëllezërve të tij, të vëllezërve dhe tradhtin që e çoi drejt skavërisë. Edhe pse duket si një padrejtësi e madhe, Perëndia po fillon një plan shpëtimi që Jozefi ende nuk e kupton. Mësimi që nxjerrim nga kapitulli 37 i Zanafillës janë: së pari, Perëndia ka një plan edhe kur njerëzit na tradhtojnë. Së dyti, ëndrat e Perëndisë nuk anullohen nga xhelozia e njerëzve. Dhe së treti, vuajtja mund të jetë pjesë e përgatitjes. Amen. Tani hapim Biblat në kapitullin 38 të Zanafillës dhe shikojmë Juda dhe Tamara. Por në atë kohë ndodhi që Juda la vëllezërit e tij dhe shkoi të rrijë me një burr nga Adullami që quhej Hirah. Kur Juda pa vajzën e një burri kananeas të quajtur Shua, e mori për grua dhe u bashkua me të. Dhe ajo u ngjis dhe i lindi një bir, ajo e quajti Er. Pastaj ajo u ngjis dhe i lindi një bir dhe ajo e quajti Ona.
Ajo u ngjis përsëri dhe lindi një bir të cilit i vuri emrin Shelah. Juda ishte në Kecib kur ajo lindi. Pastaj Juda i dha Eri të parlindrit të tij një grua të quajtur Tamara. Por Eri i paralindri Judës ishte i keq në sytë e Zotit dhe Zoti bëri që të vdes. Atëherë Juda i dha Onanin: "Shko te gruaja e vllait tënd, martohu me të dhe krijo trashëgimtar të vllait tënd." Por Onani, duke ditur se këta pastarës nuk kishin për të qenë të vetët, kur bashkoi me gruan të vllait e i te farën e tij për tokë, për të mos i dhënë pasardhës së vllait të tij. Kjo nuk i pëlqeu Zotit, që dhe e bëri të vdesë edhe atë. Atëherë Juda i tha Tamarës, nusës së birit të tij: "Rri si e vel në shtëpinë e atit tënd, derisa një bir Shelah të rritet, sepse mendonte kam frikë se edhe ai ka për të vdekur si vëllezërit e tij." Kështu Tamara u nis të banoi në shtëpinë e të atit. Pasi kohë të gjatë, vdiq gruaja e Judës, që ishte bia e Shuas, kur mbaroi zin. Juda u ngjit tek ata që qethin delet e tij në Timna, bashkë me mikun e tij Hira, i quajtur Adullamit. Këtë e mori vesh Tamara dhe asaj i than: "Ja, vjerë yt po ngjitet në Timna për të qethur delet e tij." Atëherë ajo hoqi rrobat e saj të vejërisë, u mbulua me një vedhë, u mbështolle tëra. Pastaj u ul te porta e Naimit, që ndodhet në rrugën drejt Timnahut. Në fakt ajo kishte parë që Shelahu ishte rritur, më në fund, por ajo nuk ishte dhënë për grua. Sa pa Juda mendoi se ajo ishte prostitut, sepse kishte fytyrën të mbuluar. Prandaj u afrua asaj në rrugë dhe i tha: "Lërm të vetë ty, në të vërtetë nuk e dinte se ajo ishte nusja e djalit të tij." Ajo i përgjigj: "Çfarë do të më japësh për tyre tek unë?" Atëherë ai tha: "Do të dërgoj një kec nga kopia ime." Ajo e pyeti: "A më jep një peng derisa të më dërgosh?" Ai i dha: "Çfarë pengu duhet të të jap?" Ajo përgjigj: "Vulën tënde, kordonin tënd dhe bastunin që ke në dorë." Ai ja dha, hyri tek ajo dhe ajo u ngjis me të. Pastaj ajo ngrit dhe iku, hoqi velin, veshi përsëri rrobat e saj të vejërisë. Por Juda i dërgoi kecin me anë të mikut të tij, Adullamit, për t'i rimarrë pengu nga duart e asaj gruaje, por ai nuk e gjeti atë. Atëherë pyeti njerëzit vendas duke thënë: "Ku është ajo prostitut që rrinte në Enaim në rrugë?" Ata u përgjigjën: "Nuk ka pasur asnjë prostitut këtu." Kështu ajo u kthye te Juda dhe i tha: "Nuk e gjeta, veç kësaj." Vendasit thanë: "Nuk ka pasur asnjë prostitut këtu." Atëherë Juda tha: "Le ta mbaj pa prengun që i dhash, sepse nuk duam të mbulohemi me turp. Ja, unë e dërgova këtë kec dhe ti nuk e gjete." 3 muaj më vonë erdhën dhe i thanë Judës: "Tamara është nusja e birit tënd dhe është bërë prostitut, dhe nga ky shkak ajo ka mbetur gjithashtu me shtatzan." Atëherë Juda u tha: "Nxirreni jashtë dhe diqeni." Ndërsa po e nxirrnin jashtë, ajo i çoi fjalë të vjerrit: "Njeriu të cilit i përkasin këto sende më la shtatzan." Pastaj tha: "Shiko nëse mund të dallosh të kujt janë këto sende." Vula përdori dhe bastunin. Juda e njohu dhe i tha: "Ajo është më e drejtë se unë, se unë nuk ja dha Shelahun birin tim, dhe ai nuk pati më marrëdhënie me të." Kur erdhi koha e lindjes, ajo kishte në bark 2 binjak, ndërsa po lindte, njëri prej tyre nxorri jashtë një dorë dhe mamia e kapi dhe i lidhi një fije të kuqe, duke thënë: "Ky doli i pari." Por ai e tërhoqi dorën e tij dhe ja doli jashtë vllai tjetër. Atëherë mamia tha, siç e ndave rrugën vetes: "Për këtë arsye u quajt Perec." Pastaj doli vllai i tij që kishte rreth dorës fijen me ngjyrë të kuqe flak dhe u quajt Zerah. Pra ky ishte kapitulli 39 i Zanafillës. Shohim bashk përmbledhjen e kapitullit 39 dhe 3 mësimet që nxjerrim nga ky kapitull. Kapitulli 38, më falni. Përmbledhja është një kapitull i vështirë dhe realist që tregon mëkatin, dështimin dhe pasojat e zgjedhjeve njerëzore në familjen e Judës. Perëndia nuk e fsheh dobësinë njerëzore, por tregon se historia e tij vazhdon edhe përmes njerëzve të thyer. 3 mësimet nga Zanafilla 38 janë: së pari, mëkati sjell pasoja reale. Mësimi i dytë, Perëndia është i vërtetë dhe nuk e fsheh realitetin njerëzor. Dhe mësimi i tretë, hiri i Zotit vepron edhe në histori të rënuara. Tani japim së bashku Biblat në Vjetën e Re, në Ungjillin e Mateut në kapitullin 11.
Mateu 11. Lajmi i Gjon Pagzorit. Mbasi Jezusi përfundoi dhënien e porosive të tij, 12 dishepujve të vet u largua nga ai vend për të mësuar dhe për të predikuar në qytetet e tyre. Por Gjoni që kishte dëgjuar në burg të flitej për veprat e Krishtit, dërgoi 2 nga dishepujt e vet për t'i thënë: "A je ti ai që duhet të vi, apo duhet të presim një tjetër?" Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: "Shkoni dhe i tregoni Gjonit gjërat që dëgjoni dhe shikoni. Të verbrit po shohin, të çalet po ecin, lebrorët të zët janë pastruar, dhe të shurdhrit po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen, dhe ungjilli po predikohet të varfërve. Lum ai që nuk do të skandalizohet nga unë." Dhe kur ata po largoheshin, Jezusi nisi t'u thotë turmave për Gjonin: "Çfarë keni dalë të shikoni në shkret të tjerë, kallanin që tundera? Por çfarë keni dalë të shikoni njeriun e mbështjellë me rroba të buta? Ja, ata që veshin rroba të buta banojnë në pallatet mbretërore. Atëherë pra çdo lë të shikoni, një profet? Po ju them, ai është më shumë se një profet, sepse ky është ai për të cilin është shkruar: Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim para fytyrës sate. Ai do të bëj gati rrugën tënde para teje. Në të vërtetë po ju them, ndër ata që janë lindur prej gruas, nuk ka dalë kurrë ndonjë më i madh se Gjon Pagzori, por më i vogël në mbretërinë e qiejve është më i madh se ai. Dhe qysh nga ditët e Gjon Pagzorit e deri tash mbretëria e qiejve po pson dhunë dhe të dhunshmit e grabiten, sepse të gjithë profetët dhe ligji kanë profetizuar deri te Gjoni, dhe në datë që të pranoni, ai është Elia që duhet të vijë. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Por me këta krahasoi këtë brez, ai u ngjan fëmijëve që rrinë në sheshe dhe u drejtohen shokëve, duke thënë: Ne i kemi rënë fyllit për ju dhe ju nuk përcyet. Nisëm vajin dhe ju nuk u brengosët. Pra erdhi Gjoni që as hante as pinte dhe ata thonë: Ai ka një demon. Erdhi Biri i Njeriut që ha dhe pi dhe ata thonë: Ja, një grykës dhe një pjanec, miku i të agrambledhësve dhe mëkatarëve. Por dituria është justifikuar nga bijtë e vet. 3 qytete që nuk pendohen. Atëherë ai nisi t'i qortojë këto qytete ku ishte kryer pjesa më e madhe e veprave të fuqishme të tij, sepse ato nuk ishin penduar, duke thënë: Mirë ti Korazin, mirë ti Betsaida, sepse në Tiro dhe në Sion dhe në Sidon do të ishin kryer veprat e fuqishme që u bëndër ju, prej kohësh do të ishin penduar me thes dhe hi. Prandaj unë po ju them se në ditën e gjyqit Tiro dhe Sidoni do të trajtohen me më shumë tolerancë se ju. Dhe ti o Kapernaum, që u ngritet deri në qiell, do të fundosësh deri në ferr, sepse nëse do të ishin kryer në Sodom veprat e fuqishme që janë kryer në ty, ajo do të ishte edhe sot e kësaj dite. Prandaj unë po ju them se ditën e gjyqit fati dhe i vendit të Sodomës do të jetë më i lehtë se i yti. Zgjedhja e Krishtit. Në atë kohë Jezusi nisi të thotë: Unë të lavdroj atë, Zoti i qiellit dhe i dheut, sepse o afshere këto gjëra të urtit dhe të mençur dhe o zbulove fëmijëve të vegjël. Po atë, sepse kështu të pëlqeu ty, çdo gjë më është dhënë në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh Birin përveç Atit, dhe asnjëri nuk e njeh Atin përveç Birit, dhe atij të cilit Biri don t'ia zbuloj. E janë tek unë ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap shpërblyje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemër butë dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni preje për shpirtrat tuaj, sepse zgjedhja ime është e ëmbël dhe barra ime është e lehtë. Amen, amen. Amen. Ky është kapitulli 11 i Ungjillit të Mateut. Shohim bashkë tani përmbledhjen edhe 3 mësimet që nxjerrim nga ky kapitull.
Jezusi flet për dy gjëra të mëdha. Dyshimin e gjon pakzorit dhe përgjigjen plotirë të Jezusit, thirrjen e Jezusit për ata që janë të lodhur dhe të rënduar, ai na fton në një marrëdhënie, jo në një lidhje fetare, jo në një barr fetare. Tre mësimet nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 11 janë: së pari, Jezusi njeh lodhjen tonë shpirtërore. Së dyti, besimi nuk është barë, por pushim në Krishtin. Dhe së treti, çlodhja e vërtet gjendet vetëm tek ai. Tani këtë lexim të Biblës e mbyllim me një lutje. Haleluja, Perëndi i dashur, o Zot, të lutem na ndihmo të besojmë edhe kur nuk e kuptojmë rrugën. Na ruaj nga xhelozia, nga mëkati dhe nga zemrat e rënda. Na mëso të vijmë tek ti me gjithçka që jemi dhe kemi. Në emrin e çmuar të Jezusit ne lutemi. Amen. 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 Shohim nëse dikush ka lutje dhe lutemi së bashku. Almeida, bekime motër, Bujar, bekime vlla. Nuk shohim që të ketë lutje. Që kështu bëjmë një lutje të përgjithshme për të gjithë ata që janë tani në live dhe ata që do të dëgjojnë live-in më vonë. Atë qiellor ne i sillim para Teje sot të gjithë motrat dhe vëllezërit. Amen. Dallë ndyshe përshëndetje më të rebekuar. Të gjithë motrat dhe vëllezërit që janë live në këtë moment dhe ata që do të dëgjojnë live-in më vonë. Për ata që janë të lodhur, të lutem jepu shplodhje, Zot. Për ata që janë të plagosur, të lutem jepu shërim, Perëndi. Për ata që janë në pritje, jepu shpresë, Zot. Haleluja. Zoti ju bekoftë dhe ju ruajtët. Zoti ndriçoft fytyrën e tij mbi ju dhe ju dhënë paqe sot edhe për gjithmonë. Në emrin e Jezusit ne lutemi dhe themi amen, amen, amen. Është i smur, ndyshe nga se është i smur burri jot motër? Po patjetër do lutemi tani. Haleluja, Perëndi, ne të falenderojmë Zot për këtë kohë, Zot, dhe të falenderojmë për privilegjin e lutjes, Zot, për afron e tyre të mëshirës tënë, Perëndi. Edhe sjellim burrin e motrës tonë dallëndyshe, Zot, e bekojmë lajmin e qakun tënd, Zot, lutemi që të marrësh kontroll në shëndetin e tij fizik, o Zot, shpirtëror, Zot, mendor, emocional, Perëndi i dashur, dhe lutemi që të sjellësh shërim të plot, Zot. Ne dimë, Zot, që ti je doktori mbi doktorët, Zot. Ti di, Zot, je si doktori më i mirë, Zot. Të gjithë që erdhën tek ty, o Zot, kur ti ece në tokë, Zot, të gjithë u shëruan, o Zot, asnjëri nuk u kthye mbrapsht i pa shëruar, Zot. Dhe ne të sillim përpara Teje burrin e motrës tonë dallëndyshe, Zot, dhe të lutemi, Zot, dhe besojmë që ti, Zot, je Zoti që ke shërimi për të, Zot. Edhe faleminderit, Zot, që ti e shëron, Zot. Ne e bekojmë, Perëndi i dashur, edhe shpallim shërim dhe shëndet të plot, Zot. Ne shpallim që burri i motrës tonë do të jetojë për të shpallur mrekullitë e Krishtit, Zot. Jepi, o Zot, një mundësi tjetër, o Zot, jepi jetë gjatë, Zot. Edhe ai do dëshmojë, o Zot, për lavdinë tënde, Perëndi i dashur. Haleluja, o Zot. Kjo është betejë jote, Perëndi, ne mbulojmë me qakun e Krishtit ne dhe njerëzit tanë, Perëndi i dashur, dhe ta dorëzojmë ty, o Zot, sepse ti je më i madh se çdo sëmundje, o Zot, sado e keqe të jetë, o Zot. Sa do e frikshme tjetë, sa do pa shpres tjetë, Zot, nuk ka asnjë gjë më të madh se sa ty, Zot. Ti je më i madh se kushdo tjetër, o Zot, më i madh se çdo mal, më i madh se çdo gjigant, Perëndi i dashur, dhe ti je Zoti që shëron, o Zot. Edhe ne e besojmë këtë, Perëndi i dashur, në emrin e Jezus Krishtit, Zot. Ne shpallim shërim me burrin e motor dallëndyshe, Zot, dhe themi në emrin e Jezus Krishtit, amen, amen, amen. Amen. Okej, ju bekoj të bekuar, paqja dhe gëzimi i Zotit qoftë me ju, në familjarët tuaj, me familjet tuaja. Lutemi që të kaloni një kohë të bekuar sot, edhe çdo ditë në vazhdim, dhe dëgjojmë sërish nesër për të vazhduar leximin në vazhdim nga
zana fjella nga ungjit. Zoti ju bekoft. Bekime, dëgjojmë sërish nesër.